Opinionisti i njohur Arjan Konomi ka rrëfyer për herë të parë arsyen e largimit nga televizioni Top Channel. Largimi i tij nga ky televizion daton rreth 2 vite më parë dhe shkak është bërë një koment i Konomit mbi opinionistët e Big Brother VIP Albania. I ftuar në Mirëmbrëma Yje, Arjan Konomi tregon se drejtuesit e Top Channel e telefonuan për të fshirë postimin, por ai nuk ishte pranuar. Unë u largova nga Top Channel për një koment që bëra në lidhje me opinionistët e Big Brother. Më morën drejtuesit e Top Channel dhe më thanë, hiqe komentin. Unë u thash, e ka postuar dhe nuk e heq, dhe unë nuk e hoqa, më dha një pezullim. Më thanë, nëse nuk e heq do të largohesh ti. Oke, u thash do largohem unë, por postimin nuk e heq dhe postimin nuk e hoqa, rrëfeu ai në emisionin e Arbana Osmanit. Në reagimin e 2 viteve më parë, Konomi e cilësonte nivelin e opinionistëve në studio si mediokër, ndërsa thoshte, teksa i dëgjoja më dukej sikur po shikoja njerëz të rëndomt, mediokër, që diskutojnë në një lokal periferie dhe japin e marrin, thone stërthone, kthejnë e debatojnë në mënyrën më vulgare në një spektakël. Mediokriteti vret më shumë se ignoranca.